Kemi ndodhe urime trofeon, lojtari ndeshjes, ku dërguat maksimalisht gjatë ndeshjes, por edhe tek goli i gjithë. Po, jam i lumtur për këtë trofe, por pak i zhgënjur me rezultatin në fund ndeshjes sepse meritu më shumë, po kjo është futbolli, do ta pranojmë. I pa me të gjithë mërzitën në fundin e ndeshjes, ndoshta dështova me arbitrin. Po, ishin disa episode si aksioni me Klinti Çatën që arbitri ndaloi, unë shënova gol, por ti s'mund ta ndalosh aksionin pa mbaruar. Vetëm për këtë, aty po e bëjmë mendjen gjithë dhe jemi pak mërzitën për atë rast, sepse mund shkonte loja 2-0. Morit shumë vlerësime dhe kur dolit nga fusha lojës dhe nga tifozëria në stadium. Ka detyra eme që më asistuar se më bë gol kur hyn fushën e lojës, ndjehemi lumtur deri diku. Ky barazim në transfer do të konsiderohet pozitiv, pavarësisht se ishit ndërmarrëtar deri në shtesë. Ne hym lojë që me fitu, që me shku pak ma qelë Shkodër, por tani gjithçka është e hapur. Do ishte e hapur edhe 1-0, por prapë ne do shkojmë Shkodër që të fitojmë ndeshjen. Dhe për ne s'ka ndonjë problem, edhe sikur të humbim sot. Ndeshje, por edhe finalen i shprehur se fitonin dy fronte. Po patjetër do arrijmë që të fitojmë kampionatin dhe kupën. Faleminderit.